ushqimi i tepërt që po i bën ata obez. Është cilësia e ushqimit, është lloji. Varet se për çfarë moshe flasim. Nuk është një faktor i izoluar. Nëse flasim shumë faktor. Sigurisht që edhe këto dekadat e fundit, ushqimet e shtuara të përpunuara që janë në treg, të cilat nuk kanë qenë më përpara. Kjo i jep përgjigje pyetjes që ngrit në fillim. Pse po shtohen fëmijët obez? Dhe obeziteti nuk është vetëm problem ke fëmijët, por edhe ke adultët në rritje. Nuk mund t'japësh do të fast food fëmijës 5 vjeç. Sepse mami përton gatuar. Ne nuk kemi marrë vetëm për 5 vjeç, kemi marrë nga 5 deri pra për gjithë fëmijët deri në moshën 18-19. Deri në moshën 18, një nga faktorët kryesorë është për shembull deri në fazën e zhvillimit. Pra, obeziteti si çështje, ajo që unë shoh shqetësuese është që ka ardhur si fenomen në rritje për adultët dhe për fëmijët, në kohërat moderne, pra konsiderohet si një obeziteti pediatrik. Edhe të rriturit po shëndoshën. Po, sepse nuk e sot, para një nuk ka aktivitet fizik, sot një nuk ka, është në zero. E kupton, po të asha ato që s'kllëqet? Po, fast food për ato që kur futesh në fabrikë kimikate. Rritja e mirëqenies, por nga ana tjetër, përveç rritjes së mirëqenies, pra ka shkuar popullata, ama të dyvetrore kanë shkuar drejt një mirëqenie më të lartë. Okej, pra nuk diskutohet. Fast foodi nuk është mirëqenie, doktoja unë. Fast foodi është një diçka. Ajo nuk është diçka për së shpejtë. Për të gjithë faktorët do thema Po tani fëmijë, nuk do hanë avokado tani se po e bëni ju tani. Unë jam në punë. Avokado ose avokado duhet të hani, ashtu. Avokado po unë. Fëmia duhet hajsoni që kanë ngërë mami dhe babaj banane. Unë në momentin që jam në punë kam më të kollajt, t'i jap lekun dhe të shkoj të aj fast food diçka. Edhe ai e bën te dyqan. Dhe ajo është një nga gabimet kryesore. Dhe prape ka fal mami. Aktiviteti fizik, po. Mami që, po dhe mami është në punë që atë shbëj. Flasim për moshat e vogla ka fal mami. Që ta ngrë pak